Kur gjua jon festohet me zemër, biblioteka mbushet me dritë. Ky është mesazhi që është përcjell një aktivitet të veçantë në Bibliotekën Publike Shefqet Musaraj të Vlorës, organizuar nën kujdesin e veçantë të drejtueses së këtij institucioni, Iltana Koleka. Biblioteka Publike u shndrua në një hapësirë frymëzimi, duke pritur aktivitetin kushtuar ditës së alfabetit shqiptar, me temë Gjua jon sa e mirë. Klasat e 7 të shkollës 9-vjeçare Ismail Qemali, nën udhëheqjen e mësueses së talentuar Anila Haxhi Selimaj, sollën emocione të pastra dhe një garë plot zjarr, ku dia u mbrojt me pasion e siguri. Nxënësit shkëlqyen në pyetje me argumentim, kujtse krijuan me zemër dhe interpretuan me një ndjeshmëri që i preku të gjithë. Drejtoresha e Bibliotekës Publike Shefqet Musaraj të Vlorës, Iltana Koleka, ka falendëruar këta fëmijë të talentuar, ndërsa i ka vlerësuar ata për frymën që kanë përcjell në këtë aktivitet shumë të rëndësishëm, duke krijuar emocione tek të gjithë. Ju falenderoj që erdhët, sepse shkolla Ismail Qemali është nga shkollat e para të veçare të qytetit. Ka qenë me 4 klasa ekuivalente, ka qenë si shkollë qytetëse, 4 klasa ekuivalente që u kthye në 8 vjeçare. Ju e dini rëndësinë, besoj, të emrit që mbani si shkollë, të Ismail Qemalit, që është arkitekti i shtetit modern shqiptar, hodhi themelet e shtetit modern shqiptar, shpalli qeverinë e parë, mbreti flokët të Vlorë, në 22 në Toro ju e dini shumë mirë që patriotët, njerëzit e kulturës shqiptare, brenda dhe jashtë vendit, në kongresin e Manastirit, në 1908, mësuan alfabetin shqip. Faleminderit që jeni këtu sot. Unë e shpalla u përsitar. Në kuadër të këtij aktiviteti, organizuar nga Biblioteka Publike Shefqet Musaraj të Vlorës me temën Gjua jon sa e mirë, çdo përgjigje këtyre nxënësve, çdo krijim, çdo buzëqeshje dhe emocioni tyre, e ktheu këtë konkurs në një festë të parueshme të alfabetit, një moment që do të mbetet gjatë në kujtesën e Bibliotekës Publike Shefqet Musaraj. Në këtë aktivitet, gjua shqipe u ndje më e gjallë, më e fortë dhe më e dashur se kur.